Me rritjen e rasteve të aksidenteve, infarkteve apo dhe emergjencave të ndryshme, gjithnjë më shumë qytetarë gjenden të papërgatitur për t'i dhënë ndihmën e parë personave në rrezik. Por çfarë konsiderohet ndihma e parë dhe si dallon ajo nga ndihma e shpejtë? Pjesa e ndihmës parë është ndihma që jepet nga çdo person që gjendet pranë personit të aksidentuar që është i trajnuar për ndihmën e parë, kurse me ndihmën e shpejtë ne përkufizojmë stafin e specializuar mjekësor apo ambulancën. Si duhet vepruar në rastin e një arresti kardiak? Për sa i përket arrestit kardiak, në momentin që nisim masazhin kardiak, gjithmonë duart duhet jenë në sipërfaqe të lëkurës, është më mira e mundshme. Në momentin që kemi liruar sipërfaqen e kraharorit personit, dora vendoset në mes të kafazit kraharorit, dora dominante, dora tjetër shkon e fiksuar me të. Brylat drejt dhe në momentin që kemi drejtuar brylat, supet duhet jenë pingull mbi pikën e shtypjes. Ushtrojmë presion me supet tona, me shpatulla, për 30 shtypje dhe për 2 frymarrje që është një set i masazhit kardiak. Do të jetë i tillë. Për 30 shtypje. Mbas 30 shtypjeve do të kalojmë një herë tek 2 frymarrje. Frymarrjet do të kryhen gjithmonë me një garzë sterile. Në momentin që kemi garzën sterile, ajo do të vendoset në hapësirën e gojës së personit për të mbuluar atë, për të mos marrë dhe mos dhënë sëmundje të transmetueshme, mbyllet hunda në mënyrë që ajri që ne do t'japim mos na dalë nga hunda dhe ngrem kokën e personit, puthisim gojën tonë me gojën e personit për 2 frymarrje të tilla. Ky do të jetë një set i masazhit kardiak dhe në mënyrë të tillë do të vazhdohet me sete të pandryshueshme deri në momentin që vjen ndihma e shpejtë ose deri në rastin më të mirë që personi arrin të reagojë. Gëlltitja e objekteve nga foshnja është një tjetër situatë serioze emergjente e cila kërkon ndërhyrje të menjëhershme, pasi nëse nuk trajtohet në kohë mund të çojë në pasoja fatale. Për sa i përket mbytyjeve tek foshnja, duhet kemi parasysh që trupi foshnjës imobilizohet, dora në formë C tek mjekra e foshnjës, mbështetet pjesa e barkut të foshnjës përgjatë parakrahut tonë dhe dora e on midis 2 këmbëve të foshnjës. Në qoftë se pesha është e papërballueshme tek foshnja për krahun tonë, mund ta mbështesim këtu tek pjesa e gjurit dhe në momentin që e kemi mbështetur këtu, fillojmë me 5 goditje. 1, 2, 3, 4, 5. Pas 5 goditjeve, shohim gjithmonë fytyrën e foshnjës, në qoftë se objekti nuk ka dalë, atëherë kalojmë një herë në dorën tjetër, puthitet pjesa e pëllëmbës së dorës së djathtë tani tek pjesa e pasme e kokës, parakrahu përgjatë shtyllës kurrizore dhe me njëherë e hapim foshnjën në parakrahun tjetër. Përsëri mund ta mbështesim tek gjuri, trupi foshnjës pak pjertas, me 2 gishta në mesin e kraharorit do të shtypim për 5 herë mbas 5 goditjeve. 1, 2, 3, 4, 5. Çfarë fitojmë me goditje dhe shtypje? Nëpërmjet goditjeve ne duam të trondisim objektin që të krijohet një rrugë ajri dhe kollat na ndihmojnë që ta nxjerrim atë. Nëse ajo nuk na rezulton e suksesshme, kalojmë tek 5 shtypje. Në rastet e aksidenteve, qoftë automobilistike apo brenda shtëpisë, është thelbësore të telefonohet menjëherë numri i emergjencës 112, ose nëse dikush është trajnuar për dhënien e ndihmës së parë, duhet të fillojë menjëherë ndihmën fillestare për pa lëvizur personin nga vendi i aksidentit.